Mos pini kurrë kafe turke nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Tani e dimi që kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore. Në video tona të shumta kemi paraqitur efektet e saj për shëndetin dhe organizmin në tërësi dhe parandalimin e shumë komplikacioneve të ndryshme. Kafeja ka mira përfitime të ndryshme për organizmin, të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin tuaj edhe në një sër efektesh të tjera të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është një shoqëruese e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje duhet të mjaftohemi me konsumin e kafes ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar ndonjëherë në mendje të zvendësojë kafen turke me atë ekspres, por vlerat e tyre nuk janë gjithmonë të njëjta. Por cilat janë ndryshimet mes kafes turke dhe asaj ekspres? Kafeja turke është ajo që ka përqindjen më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerrjen e tyre në ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është gjithashtu koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten, për të prodhuar kështu kokrizat në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në makinë e ekspresit bën të mundur largimin e 2 prej mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestoli gjithashtu dhe kajvoljani, 2 minerale yndyrore të cilat tek bima e kafes janë po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët e saj, dhe pirja e kafes në këto situata mund të ketë gjithashtu ndikimet e saj parësore në shëndetin tuaj. Por cilët janë personat të cilët nuk duhet ta konsumojnë kafen turke? Për njerëzit të cilët të vuajnë nga kolesteroli i lartë, ose ata që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto 2 minerale janë në vërtet të dëmshme. Shumë studime ku bazohemi sipas Step to Health kanë vërtetuar se këto 2 substanca tek personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm riskun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar edhe më shumë shëndetin e zemrës, pasi ato mund të rrisin riskun e bllokimit të arterieve duke përkeqësuar zemrën dhe funksionin me furnizim të enëve të gjakut me elementët e nevojshëm të tyre. Pirja e kafes turke tek personat të cilët mund të kenë kolesterol mund të nxjisë edhe një rritje më të madhe të tij me të paktën në 10%, duke shkaktuar një ndikim të drejtpërdrejtë të problemeve të shëndetit dhe një nxitje të madhe të komplikacioneve që i kanosen. Ekspertët thonë se kafeja është e mirë, por në disa raste ndikimi i tyre negativ për shëndetin do të jetë gjithashtu edhe më i dëmshëm për organizmin tuaj. Ekspertët shtojnë se kafeja është e mirë për shëndetin dhe ju duhet ta konsumoni atë me kujdes dhe në sasinë e rekomanduar ditore. Pirja e kafes turke tek ta persona mund të rrisë dukshëm gjithashtu edhe riskun e kolesterolit të keq edhe problemet të ngjashme të tyre. Ndaj, nëse jeni një adhurues i kafes, tregoni të kujdesshëm me sasinë e kafes turke që shtoni në dietën tuaj në rast se vuani nga kolesteroli, pasi gjendja juaj mund të agravojë ndjeshëm dhe të ndikojë gjithashtu në shumë aspekte të shëndetit. Duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.2 mg të kajvoljanit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm nga 1 mg për secilën prej tyre. Ato mund të ndikojnë në shumë aspekte të shëndetit dhe mund të nxisin gjithashtu problemet tuaja të kolesterolit. Kjo për ekspertët është një dhënë e dukshme dhe e dobishme, pasi që tregon se njerëzit të cilët të vuajnë nga kolesteroli i lartë duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë këto probleme, kafeja turke nuk përbën asnjë rrezik dhe mund të jetë një përzgjedhje e parushqyese për dietën tuaj edhe në ndikimin e shëndetit tuaj. Kafeja turke është bërë shumë e famshme në të gjithë botën, jo vetëm për shijen e saj dhe stilin e veçantë të përgatitjes,
por edhe për aftësinë për të treguar të ardhmen, tek ata personat që e besojnë sigurisht. Nëse në botë besohet se dashuria kalon nga stomaku, në perandorinë otomane të Turqisë së kohëve moderne, dashuria kalonte gjithmonë nga filxhani i kafes. Në kohën e sultanit, hiret dhe aftësitë e bërjes së kafes ishin gjithashtu edhe çelësi për humorin e mirë të ditës, por ka disa sekrete që duhet i dini me pirjen e kafes turke. Në ditët e sotme, një nuse e re arrin të befasoj bashkëshortin edhe falet cilësisë së përgatitjes së një filxhani me kajmak turk. Kështu, mjeshtëria e përgatitjes së kafes turke ishte çelësi gjithashtu edhe në ditët moderne. Përgatitja e një filxhani kafeje nuk është diçka që duhet të bëhet shkelesh kohë. Për përgatitjen e saj një anvis duhet që, si fillim të ketë pajisjet e duhura. Ai duhet të ketë kafen e bluar, xhezven, filxhanin, lugën e drurit, gjithashtu duhet të ketë edhe sheqerin dhe ujin. Bluarja e kafes është çelësi në përgatitjen e një kafe cilësore, gjithashtu edhe shumë të shijshme. Kafeja e bluar e freskët gjithashtu është çelësi për një filxhan të shijshëm të kafes, që mund të jetë gjithashtu një nga përzgjedhjet më të mira për të bërë shijen e duhur të saj në përgatitjen më të mirë të mundshme. Zakonisht anvisat e mbajnë në shtëpi mullirin e kafes të përmasave të vogla për të prodhuar kafen plur njësoj si kakaoja. Sasia e madhe e duhur ruhet gjithashtu në një enë preqelçi të mbuluar në mënyrë hermetike, në mënyrë që ajo të mos dëmtohet dhe të humbas cilësinë edhe pasi e keni bluar kafen. Servirja e kafes gjithashtu është unike. Servirja është një aspekt i rëndësishëm i shijimit të kafes turke. Ajo serviret në një filxhan të vogël se një sasi normale e saj, dhe kështu përfitimet që do të merrni do të jenë gjithashtu ndikuese në shumë aspekte. Xhezveja ku zjeni kafen gjithashtu duhet të ketë edhe tipologjinë e saj të duhur. Xhezveja duhet të jetë prej bakri ose prej inoksi. Ajo rekomandohet të jetë e vogël me të cilën mund të përgatisni 1 ose 2 maksimumi filxhan kafeje. Sheqeri gjithashtu ka rëndësinë e vet në kafen tuaj që do të përgatisni. Ekspertët thonë se sheqeri duhet të hidhet në fillim të përgatitjes së kafes. Kjo është arsyeja pse pyetja e parë që bëhet në porosinë e kafes është sa e ëmbël duhet të jetë ajo që ju mund ta pëlqeni. Anvisat shqiptare e pinë kafen të mesme, që do të thotë me një sasi të mesatare së sheqerit. Kjo sasi do të përkthehet në 1 ose 2 kubik sheqeri ose një lugje gjysmë çaj me sheqer. Uji gjithashtu ka një rëndësi të veçantë edhe në përgatitjen e kafes. Filxhani ku serviret kafeja përdoret gjithashtu si një matës për ujin. Nëse doni të përgatisni edhe 2 filxhan kafeje, atëherë në xhezve duhet të hidhni 2 filxhan me ujë. Përgatitja e kafes gjithashtu ka edhe procesin e saj të veçantë. Në filxhanin me ujë kërkohet që një lugë druri kafeje plur të sapo bluar ta shtoni aty. Ekspertët rekomandojnë lugën e drurit sepse ajo metalike ndikon tek shija dhe cilësia e kafes që doni të përgatisni. Kafeja nuk duhet të përzihet kur hidhet në xhezve. Ajo duhet të lihet të tretet vet në ujë. Më pas shtohet sheqeri edhe në varësi të ëmbëlsisë që dëshironi. Kafeja duhet të zihet në temperaturë të ulët dhe të kërkohet kohë dhe durim që ajo të përgatitet me një shije më të mirë dhe më të veçantë. Kafesi duhet të qëndruhet mbi kokë, por nuk duhet të përzihet. Me kalimin e sekondave sheqeri dhe kafeja do të shkërihen mirë me njëra tjetrën dhe do të formojnë gjithashtu edhe pijen e shumë pritur. Kur kafeja të nisë të formohet, mund të jepni një përzierje të lehtë me një lugë druri, por pa e shpërndarë bulzat në sipërfaqe të saj. Shtresën e parë të kafes të vluar mund ta hidhni menjëherë në filxhan dhe më pas xhezven ta ktheni sërish në zjarr. Kjo është një procedurë që mund t'i japë një kafe më cilësore, më të mirë dhe mbi të gjitha më të shijshme për ata persona të cilët e konsumojnë atë në vazhdimsi të dietave të tyre. Me valën e dytë ose të tretë, kafeja do të humbas edhe vlerat e saj, ndaj duhet të bëni përgatitjen sipas nevojës që ju keni. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.